Është propozuar që kreu i BKH-s të jetë Joni Keta. Për të folur mbi këtë propozim, kam të ftuar në një lidhje direkte analistin Fatmir Markoçi. Zoti Markoçi, faleminderit shumë për intervistën. Faleminderit edhe juve. Zoti Markoçi, si e shikoni figurën e Joni Ketës që do jetë në krye të BKH-s? Ashtu që kam thënë, që nuk ka rëndësi emri personi që do të jetë në BKH apo në SPAK që do drejtoj SPAK-un apo BKH-n. Rëndësishme është që tashmë brenda BKH-s janë zhvillim të tjera, duke u nisur gjithmonë nga deklarimet që ka bërë vetë kryetari i SPAK-ut, që ne jemi në koordinim të plot me FBI-n. Dhe kjo më le të kuptoj që qoftë BKH-ja, qoftë dhe vetë SPAK-u nuk mundet më të bëjnë lëvizje të pakontrolluara, por lëvizje të komanduara nga qeveria. Kjo tregon një shkëputje që merr edhe SPAK-u dhe BKH-ja nga ndikimet e qeverisë që ka pas deri dje, apo ndikimet e faktorëve të jashtëm, qoftë ata politik apo qoftë ata të cilët quhen oligark tashmë, dhe them që do të jetë një vazhdimsi e projektit të Amerikës, i cili ka gjithmonë në projekt atë pjesën e të themi pjesa që dominon më tepër, është ajo pjesa e zbatimit të ligjit, jo më e ndikimeve politike, si që janë mësuar këta të veprojnë, apo si që kam pasur dëshirë gjithmonë politikanët tanë që t'i kenë në mbikëqyrje, qoftë BKH-n apo qoftë edhe vetë SPAK-un. Dhe Markoçi, me ardhjen e Joni Ketës në BKH, a besoni që do ketë zhvillime më të vrullshme ndaj krimit dhe korrupsionit? Duke qenë se BKH-ja është strukturë shumë e rëndësishme në procesin e hetimit. Për sa kohë është politika amerikane që është futur në linjën e BKH-s apo dhe vetë SPAK-ut, patjetër që do ketë një ritëm tjetër, dhe ritmi i BKH-s, i zhvillimeve të ngjarjeve të fundit tregojnë që janë në këtë lloj linje dhe kanë marrë një ritëm tjetër. Themi atë ka marrë një shpejtësi tjetër, një marsh tjetër, nuk është më ajo që qëndrojnë e hershur. Gjithsesi duhet të rikonfirmojmë edhe një herë atë pjesën që pavarësisht nga çdo gjë apo hetime që bëhen në BKH, pjesa më e madhe e dosjeve, përgatitja e tyre ka ardhur nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kam deklaruar para shumë kohësh që janë 1000 dosje të cilat kanë ardhur nga hetimet që janë bërë në Amerikë, përgatitjet që janë bërë atje dhe kanë ardhur këtu. Kështu që këtu ka qenë vetëm problemi procedurës, thjesht një procedurë për të mbyllur apo për të firmosur plotësiret e të pandehurve apo personave të cilët janë në DNI, për të bërë disa rikonfirmime, gjë që është penguar deri diku, qoftë nga ndikimet tash politike apo ndikimet e këtyre biznesmenëve, se duhet shohin që politika me biznesin janë të lidhura bashkë dhe të dy palët ndikojnë tek organi hetimor apo dhe vetë gjykata. Ngelem tek ajo pjesa atje që nuk do bëhet më ai gabim që siç u bën në Rumani, që e pranuam vetë, domethënë agjentët e Amerikës, të cilët ishin në atë kohë në Rumani, megjithëse ishin në bashkëpunim, pranuan që bëm gabime, sepse nuk u bën vetëm dënime dhe nuk u bë sekuestrimi pasurisë, por nuk u bën hetime të thelluara për të çuar para drejtësisë me të gjitha argumentet dhe faktet të pakundërshtueshme në gjykatë. Kështu që ajo lloj eksperiencë them se ju tregoj që këtu në Shqipëri është akoma më keq, akoma më ndryshe, dhe do të vazhdojnë në atë ritmin e shpejtë, sepse unë ju kam thënë, nuk ka më kohë për të mbajtur një qeveri të tillë, sepse
nëse nuk mbyllet deri në fund vitin tjetër në Amerikë fillojnë problemet e tjera të zgjedhjet që bëhen në Kongres, kështu që hikën vëmendja. Them se do ketë një ritëm tjetër, qoftë me rifreskimin e drejtuesve të BKH-s dhe të SPAK-ut, qoftë edhe nga prania dhe ardha dy herë e zëvendës sekretarit të shtetit pikërisht për të takuar pikërisht qoftë BKH-n apo SPAK-un, tregon që duhet të jetë një ritëm tjetër dhe do ketë zhvillime shumë më tepër se sa kemi parë deri tani. Zoti Mërkoçi është folur që ose më saktë është njoftuar nga ambasada amerikane që disa gardistë të cilët janë përgjegjës për ruajtjen e prokurorëve të SPAK-ut janë dërguar në SBA për trajnim. Pse ky lloj veprimi në këto momente nga ana e Shtetit Bashkuar të Amerikës? Çfarë pritet më pas? Ju kam thënë që ardhja e zëvendës sekretarit të shtetit u duk si një vizitë normale apo si diçka që u anashkaluar, pikërisht për këtë lloj unë po them që politika amerikane ka ndryshuar tashmë në raport me Shqipërinë, duke qenë se Shqipëria është çerdhe e Sorosit dhe ata e kanë shpallur Sorosin në organizatë terroriste, duke qenë se ndikimet politike, thash edhe të bizneseve, të grupeve kriminale që ndodhen në Shqipëri, patjetër që duan njerëz më të përgatitur përsa i përket sigurisë antarëve të BKH-s apo vetë SPAK-ut. Kështu që ata janë marrë në trajnim pikërisht për këtë punë, për të rritur sigurinë maksimale karshi personave të cilat merren me hetimin dhe dosjet e korrupsionit, kryesisht të korrupsionit. Po mos harrojmë se kemi edhe dosje të tjera të cilat do të dalin pas nesër do të dalin se SBO, që janë edhe me ndikimet e agjenturave të huaja. Agjenturat e huaja në Shqipëri, unë i përmbajmë asaj deklaratës që ka bërë NATO, kur bërë NATO në takimin NATO-s në Amerikë, kur doli dhe me një deklaratë deklaroi që në Shqipëri vazhdon të funksionojë agjentura ruse, po kemi agjenturën kineze, që janë dy agjentura të cilat janë konflikt interesi të hapur me politikën e Shtetit Bashkuar të Amerikës, kështu që patjetër që do vazhdojmë një hetim akoma më i thellë, akoma më radikal themin përsa i përket këtyre ngjarjeve të fundit. Ajo që ndodhi, supozojmë, me Belinda Ballukun, ishte një goditje që ju bë Ramës, jo thjesht Belindës, sepse të gjithë linjat, të gjitha komunikimet shkojnë direkt ke Rama, nuk është çështja thjesht Belindë si Belindë. Kështu që edhe këtu kemi të bëjmë ato grupet e interesi që i quajnë këta, por që realisht janë grupe kriminale, nuk janë grupe interesi. Interesi tyre është sepse sillet droga, sillet korrupsioni në Shqipëri është i nivelit lartë, pastrimi i parave, gjithë pastrimin e parave bëjnë këto grupet kriminale. Jo më kot, kam thënë që këtu kanë ardhur edhe mafios të fuqishëm nga Italia, pikërisht për të hedhur para, për të pastruar parat, për të bërë ndërtime dhe faktet tregojnë që kemi një infrastrukturë skandaloze. Pa 2 muaj pasi inaugurohet, shëmben tunele, shëmben ura, shëmben rrugë, jo pa qëllim deklarohet që askush nuk duhet kalojnë ato tunele dhe në ato rrugë të cilat nuk janë kolauduar, nuk kanë marrë firmën, sepse rrezikon jetën e njerëzve. Dhe ndodhi, falë Zotit, nuk ishte njerëz, ndodhi gjithë ai shkatrim që ndodhi, këto ditët e fundit ishte tmerrshme, sikur aty kalonin njerëz, kishte një fluks makinash, supozoj. Dhe kështu që do ketë ndikime të forta për sa i përket politikës, sidomos për sa i përket politikës shqiptare dhe politikanëve të cilët në çdo aferë po të shohësh, po të gërmosh, në çdo aferë do ketë një politikan nga mbrapa. Kështu që patjetër që do ketë një ritëm tjetër, do ketë një zhvillim tjetër. Prap, thash, ngelem tek ajo pjesa që deri në fund vitit do ketë një lëvizje të fortë. Megjithëse Rama po mundohet që njerëzit e besuar tashmë, jo të tij personal, por njerëzit e besuar të Sorosit
të asaj organizate mundohet t'i afrojë, t'i ketë pranë vetes, ta forcoj sa më shumë atë mbrojtjen e tij. Që por unë kam thënë që Amerika ka financuar, ka hedhur para dhe nuk mund pranoj humbjen dhe nuk mund pranoj lojën e Ramës. Patjetër që do ta sulmoj. Unë jam i bindur për këtë, nuk e ndryshoj atë lloj bindje që kam. Nuk besoj se mund zgënjehem dhe unë ashtu siç nuk mund zgënjehen edhe ata për gjithë atë punë që kanë bërë, gjithë ato para që kanë hedhur. Ritheksoj edhe një herë që jemi vetëmi vend që kemi FBI-n dhe DEA-n amerikane në funksion, jam në funksion të Shqipërisë. Dhe ambasada amerikane pavarësisht kush është aty, por tek e fundit ajo do bëj atë çfarë deklarohet në Departamentin e Shtetit. Dhe ajo është deklaratë e Departamentit të Shtetit, nuk del pa qëllim, se nuk është ndonjë gjë e madhe se shpunë 5 vet të bëhen atje të stërvitin apo të marrin instruktazhe atje. Thjesht është një lajm për të treguar që këtu jemi ne dhe janë në mbrojtjen tonë, për t'i dhënë një siguri më të madhe qoftë SPAK-u, qoftë BKH-s. Zoti Merkoçi është folur së fundmi që është stacionuar në SPAK edhe CIA amerikane. Nuk është folur, është folur tashmë në fund fare, po kanë qenë të stacionuar me kohë. Kanë kohë, ata që kur erdhën aty kanë qenë. Në ato zyra kanë qenë. Pavarësisht se nuk janë deklaruar, pavarësisht se nuk janë thënë zyrat i kanë pas brenda SPAK-ut, aty është edhe BKH-ja, aty është edhe SPAK-u, prandaj tash ata janë bashkëpunim plot dhe në kontroll plot temi. Dhe nuk mund të bëjnë më lëvizje të cilat ata i konsiderojnë të domosdoshme për sa i përket hetimeve që bëhen. Nëse i shihni nuk ka më rrjedhje informacione, nuk dalin më dosje, dalin gazetarët e thonë unë kam këtë dosje apo unë kam këtë dosje, unë e dija që do ndodhte tek kjo dhe unë kam thënë që do ndodhte tek kjo. Kështu që ka një hermetizim tashmë të vetë SPAK-ut edhe të BKH-s për sa i përket lëvizjeve që ata bëjnë. Mos harroni se fal asaj BKH-je dhe fal atij SPAK-u që janë aty brenda, para 2 ditësh mediat deklaroi pavarësisht se tek ju duket e kanë deklaruar që është i vetmi kryeminist që ka marrë që është nën hetim tashmë, është regjistruar dosja penale. Këtë u kam thënë para një muaji që është regjistruar dosja penale, para 2 ditësh nuk di media pas doli dhe deklaroi dhe media që është regjistruar dosje penale për vetë kryeministin e Shqipërisë. Bashkë me Erion Belin dhe Belinda Ballukun. Ajo që u thash, tuneli i Llogaras është maja e icebergut, është diçka e thjeshtë, por ajo që i dha një shtys shumë të madhe dhe këtu do ta lidh prapë me agjenturat e huaja, këtu që një shtys mjaft e madhe që u thirr Belinda Balluku dhe u morë pandehur ishte edhe aeroporti i Vlorës. Pikërisht vetëm për aeroportin e Vlorës, për të mos kaluar në duart e një oligarku rus, u bë dhe marrja pandehur e Belinda Ballukut. Megjithëse nuk u trumpetua sikur ishte një përplasje ndërmjet 2 ortakëve të Bexhet Pacollit dhe të atij personi tjetër, patjetër që shihet Rama pas tij, u bëjmë vonë pastaj që të ndaloj Belinda dhe të merrë Belinda e pandehur dhe aty pastaj do dalin të gjitha doli loti 4, po do dalin shumë lote, shumë afera të tjera, do dalin pastrimi parave, ku janë parat, të gjitha do dalin, patjetër që do dalin. Përfundim mandati nuk ka, nuk diskutohet që nuk ka përfundim mandati, unë pres deri në fund vitit të mbyllet kjo çështje. Thash, pavarësisht se ai po mundohet marrë njerëzit e Sorosit e ti japi poste drejtuese, por absolutisht ai do ngeli tek unë ju kam thënë që marrjave pandehore Belinda Ballukut nuk ishte për Belinda Ballukut, ishte goditje apo e heqje trarit të qeverisë së Ramës. Jo më kot ju thash që Belinda Balluku nuk e jep dorëheqjen në mënyrë absolute jo, dhe Rama nuk është i fuqishëm për ta shkarkuar Belinda Ballukun. Dhe SPAK-u
apo vetë BI-a po shohin lëvizje që po bërë Rama. Këto lloj lëvizjesh të cilat qoftë me asamblera, qoftë me mbledhje urgjente të qeverie, qoftë me thirrjen e Belindës apo vajtja e Belindës në zyrën e tij, të gjitha janë të pritshme nga ana tyre, po dhe të kontrollueshme. Ata duan të shohin deri ku do shkojë. Edhe ajo qa bëri qeveria që dërgojnë gjykatë kushtetuese ishte tepër qesharake, tregun një ignorancë totale juridike. Tu e kam fjalën për ata që janë të paktën ata që janë këshilltarë apo që janë juristë të kryeministrisë. Kjo u duk edhe në gjyqin që bën me Erion Velin, unë deklarova, ishte një mbrojtje skandaloze, domethënë, qoftë e presidencës, qoftë edhe e kryeministrisë para sa gjykate. Tash këta duan t'ia lënë topin gjykatës kushtetuese që të shpreh gjykata kushtetuese. Ajo që më bën përshtypje është se gjykata kushtetuese, nëse për Erion Velin u shpreh shumë shpejt dhe u marr një vendim që thash nuk kishte ndodhur ndonjëherë që merresh kaq shpejt, do shohim se sa të shpejt do e marrë këtë vendim apo do ta lej në zvarritje e sipër. Mos harrojmë se gjykata kushtetuese nuk është në dorë të drejtësisë, themi, është komandohet akoma nga kryeministri i Shqipërisë. Jo më kot ju thash, ai vendim që u dha për Erion Velin ishte ligjor, por ishte në favor të Ramës për të bërë ato kapërcimet e tjera pastaj, për të bërë ato lloj deklaratash, për të kërkuar, për ta kthyer gjykatën kushtetuese në gjykatë fakti, për t'i thënë gjykatës kushtetuese që ktheni tashmë Erion Velin në punë, se ai është i pafajshëm, është e tillë, pavarësisht se mbi ta ka akuza të rënda dhe nuk mund perceptohet, nuk mund të kuptohet nga askush, nuk mund të kuptohet një hajdute duhet të rri kryeministre, zëvendës kryeministre, kryetar bashkia, ku diun, nuk i akuzuar me fakte konkrete për vjedhje galopante në Shqipëri, e kupto, me miliarda, tashmë se edhe milioni është bërë i vogël tashmë, me miliarda duhet të qëndrojmë postin drejtues. Kjo është skandal, domethënë. Atë që kam thënë që domethënë një magazine, ty të vjedh magazinën roja, të vjedh magazinën dhe ti thu do lej prap këtë roja. Është e çuditshme se si këta e perceptojnë këtë. Nuk e di, domethënë, nuk e kuptoj. Zotim Mërkoçi, ka pasur një kërkesë të Ilir Metës, ish presidenti i Republikës, i cili ndodhet në Burg, për të u marrë në pyetje pasi, siç ka deklaruar ai, ka shumë gjëra për të thënë lidhur me 21 janar, informacione që deri tani nuk kanë dalë. Kjo është kjo është ajo gjendja psiqike e Metës që ndodhet tashmë atje, se kur futesh atje brenda kupton pastaj se çfarë është Burgu, kupton gjithçka, kupton atë braktisjen e njerëzve, kupton atë. Dhe ai tashmë kërkon të bëhet faktor, kërkon që të dalë para drejtësisë, kërkon thirrjet. Po Ilir Meta nuk e di që dosja nuk ka nevojë, edhe për Ilir Metën nuk ka nevojë, se për sa kohë ka ardhur nga Amerika, domethënë çdo material ka ardhur nga Amerika, nuk ka nevojë më për Ilir Metën. Ai kërkon tash të dalë nga ajo katrori, dhoma katrore që është, dhe të ketë komunikim me njerëzit, sepse ai tashmë nuk ka as komunikime. Kuptoj, sa ditët sa më shumë kalojnë, aq më e rëndë bëhet gjendja psiqike e të pandehurit kur je në Burg. Kjo gjendje bëhet e rëndë edhe kur je në arrest shtëpia, jo më në kushtet e izolimit, siç është Burgu. Kështu që ai kërkon tashmë të bëhet faktor, kërkon se po sheh që nuk po merret më njëri me te, nuk po flet më njëri me te, u harrua themi. Siç janë harru shumë të tjerë që janë, siç është harru Beqa i Zemi, që është harru fare, nuk merret më as media, as kjo, nuk merret më me ta. Dhe Ilir Meta tashmë shumë mësuar që të ishte në faqet parë të gazetës, themi, tashmë e sheh që nuk është as në faqet fundit, dhe kërkon të bëj një show, një diçka të cilë për të tërhequr vëmendjen e mediave të paktën, dhe për të vajtur aty, po nuk ka si lloj vlere çfarë do japi Meta. Ç'ishte për dhënë, aty janë dhënë.
Qofse Meta ka fakte të tjera, Meta rëndohet akoma më tepër akuzat e tij për mos kallëzim krimi, kaq e thjeshtë. Zoti Markoxhi, faleminderit shumë për intervistën, ishte kënaqësi. Faleminderit edhe juve.